shumë njerëzve ju ndodh që kjo, edhe në momentin që ju ndodh shumë mërziten. Shpesh e ndëgjoj fjalën, filani nuk mnje vetë se kur ka nevojë, ose ndonjë shok i jemi apo shoqi jemja nuk mnje vetë se kur ka nevojë për mua. Mos e përdor këtë fjali. Mos e thuj këtë fjali. Mos mendo kështu për njerëzit. Fundja, thuj elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall të ka përzgjedh që ti t'ja u largosh brengat edhe vështirësitë njerëzve. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush ja largon një vështirësi vllaut të tij në këtë botë, Allahu Azza wa Jall do t'ja largon një vështirësi nga vështirësitë e llogarisë, vështirësitë e ditës së Kiametit. Paramendoje, do të kemi shumë vështirësi gjithsecili nga ne në ditën e gjykimit, e ti në moment kur dikush të kërkon vetëm për vështirësi, edhe ti ja lehtëson, Allahu Azza wa Jall do ta lehtëson në botën tjetër. Fundja, thuaj elhamdulillah që Allahu Azza wa Jall më ka përzgjedh që njerëzit më përzgjedhin mua që unë t'ja largoj njerëzve vështirësitë. Dhe mos mendo që njerëzit telefonojnë vetëm për vështirësitë e veta. Fundja, edhe nëse janë tillë njerëzit që telefonojnë dhe të thrasin dhe të njohin vetëm kur kanë vështirësi, bëu falënderues ndaj Allahut Azza wa Jall sepse do të lehtësohet edhe jeta jote. Fundja në këtë botë jemi që t'ju ndihmojnë tjerëve. Fundja në këtë botë jemi që t'ju asgjasim dorën tjerëve. Fundja ne jemi në këtë botë që t'jemi në shërbimin e shoqërisë dhe tjerëve, sepse veç kështu do t'jesh nga të dalluarit.